Nderuar familja dëshmori Skënder Rexhepi, e nderuar vajzë edhe djalë, qofshi me jetë gjatë, e trashëgofshi historinë e lavdishme të babës juaj e të UÇK-s në përgjithësi. E gëzofshi ditëlindjen e babit, sepse dëshmorët vërtet kanë vetëm ditëlindje dhe vetëm përjetësime. E gëzofshi edhe shtëpinë, e mbartëshim në historinë ndër breza, historinë tonë të lavdishme, sepse dëshmorët kanë ditë të flijohen si çdo atdheu dhe e kemi ne për detyrë si institucione që ta përjetësojmë historinë tonë të lavdishme. Unë ju falemnderit për prezencën e juaj dhe falemnderit që na keni ftuar që të bëhemi pjesë e kësaj dite të përkujdesit për juve si familje, por edhe për neve si institucione. Ne vërtet e përmendëm edhe Hagën, jemi duke u ballafaquar me një padrejtësi që është duke ndodhur Kosovës, me një padrejtësi që është duke ndodhur UÇK-s, sepse UÇK-ja ka luftuar për lirinë e vendit, për lirinë tonë shtetërore, dhe asnjëherë asnjë ushtar nuk duhet të gjykohet për luftën e drejtë të popullit vet. Ne kemi luftuar që të jemi të lirë, sot ta gëzojmë lirinë, dhe unë besoj dhe shpresoj që shumë shpejt lirimtarët tanë do të kthehen të lirë në Kosovën, atë për të cilën kanë luftuar. Ne kemi luftuar gjithë bashkë që të jemi sot bashkë, mirë po, padrejtësia po na ndodh dhe unë shpresoj që shumë shpejt të merr fund kjo, edhe të kthehen të lirë dhe të vazhdojmë që të festojmë e të gëzohemi të gjithë bashkë. Ju falenderit edhe një herë shumë, se kam shumë emocione që ju pash juve sot gjithë të bashkë. Falenderit.